është sot interesi e Rusis e para kretë me pranu plot pavarësinë e shtetit e Kosovës. Sepse interesi e Rusis është plot pavarësia e Donbasit ose e 1/3 e Ukrainës. Po nuk është konteksti i njëjtë. Nuk është konteksti i njëjtë, janë të pranu. Nuk është konteksti i njëjtë. Tani janë të pranu. I bie nëse është kështu i bie që Putini të jetë pro pavarësisë Kosovës, e nuk është. Sepse Putini është pro papet shtetit të cilin e ka në Ballkan, që ka Serbinë. Dhe Serbia i referohet Putinit në vazhdimsi. Serbia ke nën kontroll e rusëve, por 2-3 vitat e fundit jo. Serbia është nën kontroll e administratës amerikane. Po nëse kishte qenë në kontroll në administratës amerikane, vetëm pak kësisht, nëse kishte qenë, Serbia kishte ndryshuar trajektorën. Krahas partneritetit për paqe që ju do të thoshet e ka Serbia, që është një lloj parashkallë e NATO-s, por Serbia është e orientuar komplet anti-NATO. Jo. Po si s'është? Jo, nuk është. Unë po flas Serbia hin në NATO ma shpejt se Kosova. Ajde lidhemi. Që para medjeve, që ose bëka të ndryshe, Serbia është në pragu, Serbia është në pragu e NATO-s. Zoti Krstić, kjo deklarat dhe ky qëndrim nuk është deklarata. Po nuk përkon me realitetin. Krejt marrëveshja janë nënshkruar nga Beogradi zyrtare. Mund të thuash Serbia më afër NATO-s se sa Kosova. Mund të thuash. Se s'ka kuptim me një shtet ku se cila matje e opinionit publik e nxjerr sipërfaqe një lidhje kështu direkte me Rusin, përpos krahas politikës. Atje ka dhe parti politike që me një varvorme e kanë si plan program lidhen me Rusin. Si ka mundësi? Ajde, kush jetu armatosur ma shumë ushtrin Ukrajine në këto 3 vitat e fundit? Ajo është biznes. Kush ma shumë? Ajo është biznes. Serbia? Kosova nuk prodhon armë. A është Serbia foshnja e Rusis? Qysh jetu armatosur armikut e parë në Ukrajinë? A është e mundshme ajo? Serbia është në rrugën e NATO-s 3 vitat e fundit. Edhe Serbia është në pragu e NATO-s. Edhe do të shihemi. Serbia shkon në NATO. Ushtria jonë shkon në Ajova. Serbia 6 vitet ma heret jetu shku në tjetrin qendër në Amerikë. Serbia është i gatshëm. Se cili pjesa e ushtrisë e ka njerëz nga Amerika. Serbia nuk e ka ushtrinë e pavarur. Se cili komandant. Unë nuk po them që e ka Serbia ushtrinë e pavarur, se nuk mund ta ketë. Unë po them që Serbia e ka ushtrinë në funksion të Rusisë. Edhe politikën e kanë funksion të Rusisë. Nuk është e mundshëm. Edhe Vučićin e kanë funksion të Rusisë. Edhe Vučićin e gjerë baltë paradës Moskës. Para gjykimet e medjeve në Prishtinë. Po nuk është para gjykim. Lutem. Vetëm pak, lutem, zoti Krstić. Dua të sfidoj. Rregull. Po nuk mund të jetë para gjykim ti kur e shet në baltë parë të paradës në Moskë Aleksandar Vučićin. Çfarë para gjykimi është kjo? Do të thotë ai i qëndron besnik një regjimi që është komplet vleror kundër gjithçka që ka paraqet hemisfera perëndimore ose partnerët transatlantik, të cilët e kanë ndihmuar dhe sponsorizojnë shtetin e Kosovës, prezencën e Kosovës. Vučići e reprezenton komplet kundërtën. Dhe këtu s'ka diskutim. Unë nuk po them që Vučići nuk dëshiron ta gjejë një trajektore, një gjuhë edhe një shteg të mundshëm për të bërë biznes me një varforme edhe me pjesën tjetër. Por ulsen kryesore ka në lindje, ka në Moskë. Nuk jam të pajtu me ju, as pak. Po kjo është faktike. Jo, nuk është. Nuk është sepse... Unë po flas për diçka që është konkrete. Sepse ti je njeri i parë në ushtrisë e Serbisë për atë njësijat e tenkave. Brenda i ki 3 amerikantë. Zyrja komanduese jonë është këtu, 20 hapa ma atje, e kemi 3 amerikantë zyrjen. Nuk kemi amerikantë rusve. Jo. Nuk kemi zyrjen e rusve. Vedë pak, Krstić. Nuk kemi zyrjen. 30 hapa ma ndej, e ke qendrën e nishit, qendrën e spionazhit rusve. Ajo është 200 km nga Beogradit.
Edhe Ajo është në Serbia, është në pjesën më strategjike të mundshme. ajo është një mashtrim e Vučićit, por me NATO e ka desh me loj. Ajo me dy kariga nuk shkon mo, deri ku është i toleruar. Tash nuk shkon. Tash është Serbia para atë sfidin. Zgjedhni. Krejt të gjithë shtetet janë NATO, prej Bullgaris, Rumunis, Hungaris, Kroacis, Macedonis, që Shqipëria dhe Kosova, ku me shku